Selam aleikum të nderuar shikues të podcastit të Myftënisë të Tetovës, reflektimet e Ramazanit. 29 ditë, 29 mesazhe. Njeriu si natyrë është natyrë kurioze dhe është i aftë dhe dëshiron të di për gjërat që e rrethojnë, për vendin e vet, por edhe më gjërë. Prej në shkollat fillore e mëtej, ne si njerëz kemi mësuar për historinë e kombeve tona, për historinë e vendeve tona, por edhe të rrethit më gjerë, histori dhe natyrshmëri të ndryshme të kombeve dhe vendeve të ndryshme. Andaj edhe në podcastin e sotshëm do të bisedojmë për Ramazanin në vende të tjera, pra në vende ku ka besimtar musliman. Dhe për këtë temë këtu kemi njëri i cili ka kaluar një pjesë të bukur të jetës së tij në vendet arabe, pastaj në Sarajevo, në Prishtinë e kështu me radhë. Sot ne kemi në emisionin ton hoxhën e nderuar, referentin e Myftënisë të Tetovës, Idris Efendi Idrizi. Selam aleikum hoxhë nderuar dhe mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se u gjeta dhe ju priftem bara Efendi Arseni për këtë emision kaq të bukur të cilën e prezanton Muftinia e Tetovës. Ju falenderit. Hoxhë nderuar, ne çdo herë jemi kurioz të dimë se jo vetëm për veten tonë, por edhe për vende tjera, për popull ndryshëm, përveç se shkojmë të vizitojmë apo për punë, nuk na interesojnë vetëm vendet e bukura. Na intereson edhe kultura e tyre, jeta e tyre, dhe pikërisht këtë temë sot do ta flasim. Ti ke kaluar një pjesë të madhe të jetës në vende të ndryshme islame, në studime kështu me radhë. Do flasim fillimisht për kohën e rinis apo rininë e hershme, kur keni qenë si student në medresen e Alaudinit në Prishtinë. Si priti Ramazani gjatë asaj kohe në Prishtinë? Unë fillimisht do të filloj këtë ligjëratën teme apo këtë takimin bashkarisht që jena duke e xhiruar me ajetin kuranor ku Allahu xhaleshanuhu në Kuranin famlar thotë Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum sadaqallahu al-azim. Pasi jena në muajin e bekuar të muajin e shenjtë të Ramazanit Sherifit, e fillova me konkretisht me ajetin kuranor, i cili na tregon edhe është interesant se të gjitha muajt të cilët janë 12 muaj hanor, i vetmi muaj është i cili edhe Allahu xhaleshanu e përmendën me emër të veçantë në Kur'an, pasi ka një pozicion apo një pozitë shumë të lartë në kushtet islame, në besimin islam, andaj edhe Allahu xhaleshanu e ka përmend më tekst të veçantë muajin e Ramazanit. Andaj unë do të bëj një dallim këtu në mes muajit të Ramazanit dhe agjërimi i cili obligohet bashkë në muajin e shenjtë të Ramazanit Sherifit. Allahu xhaleshanu pikërisht kur e obligoi këtë obligim, e obligojnë në muajin e shenjtë të Ramazanit Sherifit, pasi që ky muaj, ashtu si edhe ju e përmendet, nuk festohet vetëm në vendet trojet arabe, islame, po në të gjithë botën ku jenë pjesëtarët e besimit islam. Unë do ta pasi e përmendet se kam qenë një kohë, kam kryer shkollën fillore, shkollën e mesme në Prishtinë në medresen e mesme Alaudin, gjatë viteve 75-80, dhe është interesant se Ramazani, pritja e Ramazanit fillon edhe në vendet shqiptare, në Kosovë, si edhe në Maqedoni, me ardhjen e muajit Rexhep, pastaj vijon muaji Shabanit, ku të gjithë e dimë se Muhamedi alayhis salatu vesselam kur ka një 3 muajt, edhe me një fjalë kur ka hi muaji Rexhepit, është lutë me një lutje, ku thotë Allahumme barik lena fi Rexhebe wa Shabane wa bellighna Ramadane. O Zotë, bane muajin e Rexhepit dhe të Shabanit të begatshëm dhe na mundësot që të arrijmë muajin e shenjtë të Ramazanit. Andaj muslimanët konkretisht gjatë qëndrimit tim në shkollën e mesme, si nxënës i moshës së re në Prishtinë, ishte pritja e Ramazanit, ishte një bukuri shumë madhështore në qytetin e Prishtinës, ku para se të hinte Ramazani fillonin përgatitjet, sidomos për xhamit pastroheshin, bile ju me siguri keni njohuri se më herët në Prishtinë apo në Republikën e Kosovës tani që është, ishte mangësia e madhe e kuadrit kadrovik të
në punësve fetare, andaj gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit nuk kishte xhami apo nuk kishte vend ku nuk angazhoheshin nxënësit e medreses, talebet e medreses, ashtu që për të rumbullaksu apo për të prit Ramazanin në formë më të mirë. Bëheshin përgatitjet para përgatitjet për ardhjen e muajit të shenjtë, ashtu që bënin pastrimin e xhamive, zërimet në për xhami, edhe pse më herët nuk ka pas si tash janë në xhami, nuk kanë të modernizuar me zërimet, mirë, po përsëri bëheshin një përpjekje, një angazhim maksimal që të vënë në shërbim të gjitha objektet fetare për të prit muajin e shenjtë të Ramazanit Sherifit. Unë mendoj se edhe besoj se edhe në vende tjera, pasi ju përmendet edhe Sarajevën si student gjatë qëndrimit tim në vitet 80-81, edhe te bosnjakët është interesant se ata kishin një kulturë për pritjen e Ramazanit pak më ndryshe se shqiptarët e Kosovës apo shqiptarët në Maqedoni. Kishte një lloj dallimi mes Kishte një lloj dallimi, pasi ne bosnjakët i dim se ata, edhe pse nuk ishin niveli atyre shumë fetar, mirë po gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, bile para Ramazanit kishte prej atyre të cilët e konsumonin alkoholin, mirë po para se të hinë Ramazanit gjitha çka ishin të ndaluar pirjet alkoholike, i nxjerrshin, i largoshin derisa kalonte muaji i shenjtë Ramazan, që ishte një respekt, një nder për Ramazanit. Andaj xhamit se në formë kështu pak telegrafike, xhamit e Sarajevës ishin pak më tepër të kështu të me një fjalë të organizuar, të pastruar, me plot kuptim, kishte një atmosferë shumë e bukur në pritjen e Ramazanit Sherifit. Gjithë ndriçoheshin qytete si Sarajeva, Mostari, edhe Tuzla, që njihen si qytete të cilët i përkasën më tepër, edhe jenë ata të cilët e kanë mbrojtur dhe e kanë ruajtur traditën islame në pritjen e Ramazanit Sherifit. Po gjendëruar, në ndalen tu të kjo pjesë, të ne gjatë muajit Ramazanit, edhe në për fshatër, edhe në për qytet, Ramazani apo koha para iftarit e ka një aromë e bukës që është në përfura që dalin fëmijët apo njerëzit presin me radhë për të marrë bukë apo përgatitje të ndryshme që bëjnë furat vetëm për muajin e Ramazanit. Kur jemi te Sarajeva, në çarshinë e Sarajevës, a ishte ajo aroma e bukës, ajo aroma e para iftarit si në vendet tona këtu? Aroma e iftarit është shumë interesant në për pikërisht në bashkëqarshi edhe në Mostar, ndiheshi aroma e iftarit në për ata furrat të cilët bosnjakët me zanatin e tyre, me mrekullitë e tyre të cilët me të vërtet ata enkash për iftari bënin përgatitjen e disa ushqimeve nga brumet të cilët e kanë si traditë, bureki i njohur i bosnjakëve, pitalkët apo pitet e bosnjakët të cilët enkas i bënin për Ramazan apo për pritjen e iftarit. Edhe unë dalem këtu se pritja e iftarit në kohën e Ramazanit ishte madhështore në Sarajevë dhe Gjetiu, ashtu që është interesant se të vetmit qytete, Sarajeva dhe Mostari, Zenica dhe Tuzla, sot e kësaj dite ata që apo kohën e iftarit përveç me thirrjen e ezanit që lajmëroheshi se ka iftari, ka ata edhe i përdornin topët, krisjen e topit, i cili ishte enkas, ishte një mund të them kështu një atmosferë shumë e bukur, mlidheshin edhe ne si studentë, edhe gjithë ata të cilët që agjeronin, ishte një aromë e jashtëzakonisht pa parë për pritjen e muajit të iftarit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit Sherifit në vendet e Bosnës, edhe më herët edhe Jajca, që me krisjen e topit, me thirrjen e ezanit, i beshi se fillonte fillimi i iftarit. Andaj është interesant se
bosnjakët kemi pas mangësi në kuadrin e hafizave të Kuranit, andej një kohë gjatë ata kontaktoheshin me Bashkinë Islame të Maqedonisë, ish me shiatin e Bashkisë Islame të Maqedonisë, ku një numër i madh të hafizave nga Tetova kanë kryer gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, pasi edhe Ramazani është edhe muaj i Kuranit, kanë lexuar mukabele të ndryshme në për qytete të ndryshme të Bosnës Hercegovinës, duke filluar nga Sarajeva, Zenica, Tuzla, edhe disa qytete tjerë ku kanë qenë tepër të çmuar nga xhamati i Bosnës, edhe pse ata ndoshta prej atyre ka pas një numër që nuk e kanë nagjëruar, mirë po kur ka ardhur koha për të ndëgjuar Kuranin, mukabele nga hafizët të nderuar nga Tetova, të cilët kanë marrë pjesë edhe kanë qenë në për vendet e Bosnës të ndryshëm, ata janë shpërbler ndoshta më shumë prej atyre të cilët edhe nuk e kanë agjëruar Ramazanin, për nder të atij leximit Kuranit, për nder të Ramazanit, ata bile edhe si e përmendët edhe më herët, i kanë largu pejet alkoolike nga shtëpia, se dihet në shenjë respekti për muajin e shenjtë të Ramazanit Sherif. Është kjo që sapo na tregon se hafizllarët e Tetovës, Maqedonisë, jo vetëm në Maqedoninë, në territorin e Maqedonisë, po edhe jashtë asaj kanë kontribuar gjatë Ramazanit, sidomos në kohët e mëhershme. Lutim Allahun xhashanu që t'i shpërblen. Në fillim se një pjesë apo fakultetin e shariatit e keni përfunduar në Riyadh të Arabisë Saudite, një ndër të parët asaj kohe që keni përfunduar këtë fakultet në Riyadh. Tash sigurisht me që ka dallim midis neve këtu, Prishtinës dhe Bosnës, në Arabinë Saudite normalisht do të ndoshta tjetë ndonjë dallim edhe më i madh se si e presin muslimanët arab të Arabisë Saudite muajin e Ramazanit. Mund të na shpjegosh pak eksperiencën si student edhe si njëri i cili ka qenë një kohë të gjatë atje, si e prisnin arabët apo njerëzit atij vendi ku lindi, u rrit dhe vdiq krijesa më e bukur që shkeli sipërfaqen e tokës, Muhamedi alayhis salam. Si e prisnin ata njerëz muajin e bekuar të Ramazanit? Se përket pritja e muajit të bekuar në vendet konkretisht në Arabinë Saudite gjatë studimit që kam patur atje, atje ishte pak më ndryshe, pasi që e dim se atje janë di vendet e shenjta, është Qabja edhe Xhamia e Pejgamberit alayhis salam, përgatitja ata bëhesh edhe pak më herët, përgatitja gjatë muajit të Shabanit, një muaj para Ramazanit, ishim kulminacioni më i madh i përgatitjes për pritjen e muajit të shenjtë të Ramazanit Sherifit. Andaj është interesant se muslimanët të Arabisë Saudite, për veç asaj që si çdo musliman apo çdo agjërues, ata kishin traditë që muajin e Shabanit të boheshin një natë para Ramazanit, 27 e Shabanit, i thonë dita e Shabanit, Jamu Shabanije, edhe në ditë, se i përket traditës Arabisë, muslimanëve të Arabisë Saudite, bëheshin takime dhe organizoheshin darkë, që në ato darka prezentohen të një numër i madh edhe atyre të cilët nuk kishin mundësi, me një fjalë, të cilët ishin të varfër, edhe një numër i madh i pasanikëve i furnizoheshin të varfrit me ushqime, po bile edhe me të holla që ta kenë sa ma lehtë muajin e shenjtë të Ramazanit Sherifit. Ta kenë ma të bekaqëm që t'jenë edhe ata prej atyre të cilët nuk do ta ndejnë vitin indiferente dhe nuk do t'jenë prej atyre të cilët do t'u mungojë edhe iftari apo sifiri. Ata është traditë shumë interesante dhe ne kohëve të fundit edhe shqiptarët e kanë në tradit, se për iftar nuk ka, do thotë iftari atje nuk ka me familje, po çdo iftar ata e praktikojnë fjalën e Pejgamberit alayhis salam, ai cili e ushqen një iftar një musliman,
është sevapi atij sikur ai agjeruesi, duke mos i munguar edhe atij agjeruesit sevapi iftarit, duke bazuar në hadithin e Muhamedit a.s. që zakonisht çdo iftar janë të thirrur musafir. Nga ata të cilët janë që i njohin, po ka shumë raste në Arabi Saudite thirreshin musafir edhe të panjohur, të cilët nuk janë familjar. Kena raste atje se disa xhamia në Arabi Saudite, sidomos xhamin e Haremit në Qabe, keni pas raste, edhe në xhamin e Pejgamberit a.s. Përgatiten iftare ekskluzivisht për muajin e Ramazanit brenda në xhami. Iftari ju në atë kuptim si të ne që e kam, të shtruan gjithë, mbushet tavolina me mbushet tavolina me gjithë ata ushqimet, pa ata më tepër ishte një simbolike për qelën e iftarit hurma, edhe ujë edhe diçka pak më lehtë, pasi është interesant se në Arabi Saudite iftari vazhdon pas faljes së namazit të akshamit. Atër edhe fillon do thotë ngrënia e iftarit. Andaj unë besoj se këta çka jena duke biseduar rreth këtyre është edhe pak më tepër i fshin rëndësi përgatitjes shpirtërore. Përveç kësaj anës materiale që i tham, teknike që i tham, iftaret, ato pitet, këta, ata banin edhe ajo që është më me rëndësi shpirtërisht duhet të përgatitet besimtari të jetë i pastër kur të vje mure. Për atë nuk është rastësisht Pejgamberi a.s. lutje që i ka bu, o Zot bëne më Regjebin bekatshëm edhe Shabanin, edhe na mundsot që të arrijmë Ramazan. Gjatë këtyre dy muajve Pejgamberi a.s. ka ardhur e ka përgatitur, ashtu duhet çdo musliman që kur të hije Ramazani të jetë i përgatitur maksimalisht për ta edhe shpirtërisht, edhe si i tha, edhe fizikisht për ta mund të agjeroj edhe për ta kaluar sa më lehtë këtë ibadet që është një ndër ibadetet më kryesore në Islam, apo konkretisht edhe shtilla e 4 e Islamit në radhazi që jenë shtillët e 5 të Islamit. Dhe më thonë, prej krejt kësaj eksperience që keni pasur në vendet të ndryshme, keni pa njerëz të ndryshëm, mënyra të ndryshme se si e presin Ramazanin, si agjerojnë Ramazanin, se janë përgatitur shpirtërisht, si përgatiten shpirtërisht, për në fund, çka do na preferonit, apo çka është e preferuar të bëhet gjatë këtij muaji Ramazani? Unë mendoj dhe besoj për ne shembulli më i mirë është Pejgamberi a.s. Për çdo besimtar nuk ka shembull, nuk ka pasir, duhet t'i kthena Kuranit, duhet edhe jetës së Pejgamberit a.s. E dim se Pejgamberi a.s. si pas hadithit cilin e transmeton gruaja e Muhamedit a.s. Hazreti Aisha, thot kur ka hyrë Ramazani ka ndryshu, nuk ka qenë ai pejgamberi i cili ka qenë para Ramazanit, që do thotë Pejgamberi a.s. me një mund të me një fuqi jashtë njerëzore, pasi që ka qenë edhe i dërguari Allahu xhaleshanuhu. Kur ka ardhur Ramazani, Pejgamberi a.s. ka lexuar edhe më tepër Kur'an, bile dini mirë se gjatë muajit të shenjtë Ramazanit Gjibrili a.s. ka ardhur dy herë, e ka përfundu hatmen Pejgamberi a.s. gjatë me Gjibrilin duke përcjell që të jetë sa më i sigurt që mos kese dëni lëshim. Leximi i Kuranit Pejgamberi a.s. ashtu edhe ne si besimtar duhet ta ndjekim rrugën e Muhamedit a.s. Sa më tepër duhet të lexojmë Kuran, sa më tepër duhet të ndëgjojmë Kuran, sa më tepër të jena edhe duhet edhe ata çka e lexojmë, duhet edhe ta veprojmë, të jena prej atyre të zbatuesit, jo vetëm të lexojmë, ndëgjojmë, edhe punët mos i kena në përputhshmëri me ata çka lexojmë, me ata që këndojmë. Muhamedi a.s. përveç asaj edhe ka bërë lutjet gjatë i ka shtu, gjatë Ramazanit lutjet më tepër pranohen. E dini se Pejgamberi a.s. thot në kohën e iftarit lutjet Allahu xhaleshanu i pranon, nuk i refuzon. Lutjet
lutjet vazhdimsi, duhet me i gjetë kohët të cilat duhet besimtari apo agjëruesi apo gjatë muajit të shenjtë Ramazanit t'i krijë. Edhe sidomos është edhe me namazet, duhet të jesë namazi po duhet falet, po edhe të ndjeket me xhamat, namazi i natës, edhe është një cilësi pejgamberi alayhis salam të cilën e ka pas edhe ne duhet atë cilësi ta kena deri dikund t'i përgjaj Muhamedit alayhis salam. Gjatë muajit të shenjtë Muhamedi alayhis salam ka qenë edhe më dorëdhënës, thotë çdo nuk ka kurse, të gjitha më tepër ka dhënë përparësi edhe dorën e ka pas më të lirë dhe më tepër. Nuk duhet me shtrëngu gjatë muajit të Ramazanit, duhet se të gjitha pasi sevapet dihet bazë hadithit pejgamberit alayhis salam ku thot nafilet farzet kanë shkallën më shumë se 70 farze, kurse nafilet gjatë muajit të shenjtë kalojnë në derexhe në shkallën e farzit, andaj ne duhet të përpiqena se sa më tepër këtë muaj ta kalojmë në ibadet, ta kalojmë në lutje, ta kalojmë, edhe është mirë që njerëzit mos të kenë inaten mes vete, po të jenë, sidomos Ramazani është edhe një muaj ku duhet njeri t'i falë vllaut, duhet të jetë prej atyre që nëse ka pas një lëshim, muaj i pajtimit, muaj i durimit, muaj i cili i falen do thotë të gjithë ata të cilët kanë mbu lëshime dhe e gjatën dorën e bëhet njeri i mirë, me një fjalë njeri i cili presën të mirë prej atij. Muaj i ndryshimit. Muaj i ndryshimit faktikisht si edhe vetë thonë muaj i ndryshimit. Hoxhë nderuar, të falenderojmë që kaq bukur e shpjegove këtë tematikë dhe mësuam disa gjëra të cilat deri sot nuk e kemi ndëgjuar, ndoshta nuk e kemi ditur, por të nderuar shikues, qëllimi është i njëjtë. Çdo vend i ka metoda të ndryshme për pritjen e Ramazanit, për festimet e Ramazanit e kështu me radhë, por qëllimi kryesor është i njëjtë, të reflektojmë gjatë muajit të Ramazanit dhe të forcojmë anën shpirtërore. Andaj, deri në podcastin e radhës, i lutem në mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.